për neve është jashtëzakonisht me rëndësi si shtet i ri që kemi mundësinë të ju kemi sot prezent këtu, për çka edhe një herë duhet të shpreh konsideratën time më të lartë për gjithë ju veçanërisht përfaqësues të shteteve partnere. Republika e Kosovës është në proces të konsolidimit dhe të transformimit të një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të trashëgimisë dokumentare të arkivave, dhe në këtë rrugë, në këtë proces, ne llogarisim jashtëzakonisht shumë në mbështetjen që presim ta kemi nga përvojat e suksesshme të cilat ju tashmë i keni implementuar në shtetet prej nga veni dhe organizata tjera që kanë për fushëveprim çështje të rëndësishme të fushës arkivave. Unë dua edhe një herë të shpreh përkushtimin e plotë të Ministrisë së Kulturës për të mbështetur fuqimisht zhvillimin e mëtejshëm të objektiva strategjike të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, dhe që ky proces sigurisht nuk mund të paramendohet pa një strukturë të qëndrueshme të ndërveprimit, të bashkëpunimit me shtete partnere, me institucione arkivore prej nga vini kryesisht ju, dhe unë besoj shumë që këtë mbështetje do ta kemi në vazhdimsi, ashtu sikurse është e sigurt që përvoja historike, rajoni i cilin ne jetojmë bashkë, na imponon një domosdoshmëri të thellimit, të mëtejmë, të bashkëpunimit dhe ndërveprimit me institucionet arkivore. Ju falenderit shumë edhe një herë, dëshiroj t'ju uroj stafit dhe punonjësve të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës punë të mbarë, edhe t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë që na kanë bërë bashkë në këtë tryezë sot këtu. As we know, archival institutions today operate in a rapidly changing environment and shaped by the digital technologies, new expectation for public access, and the growing need for international cooperation. And many historical records preserved by our archives are closely connected with across our countries, and especially in our region in Balkan. So in this table we will discuss about our shared heritage, cooperation among our archives, institutions, and important than ever, it is the digital transformation, long-term preservation of electronic records, limited resources, and the need to remain relevant to society. So we today have the privilege of hearing our directors of archival institutions from this region, who will share their experiences and ideas on how archives
can work together to protect and promote documentary heritage beyond borders. Kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë që në emër të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë të marr pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme me rastin e 75 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës. Ky jubilej përfaqëson më shumë se një përvjetor institucional, ai është një moment reflektimi me një rrugtim të gjatë, profesional dhe njëkohësisht një dëshmi e rolit të pazëvendësueshëm që Arkivi i Kosovës ka luajtur në ruajtjen, administrimin dhe promovimin e trashëgimisë dokumtare të vendit. Që për themelimit të tij në vitin 1951, Arkivi i Kosovës ka ndërtuar një traditë të qëndrueshme në shërbim të kujtesës historike dhe të funksionit institucional të shtetit. Dashur koleg, arkivat tona nuk janë thjesht institucione të skaluarës, ato janë institucione të së tashmes dhe të së ardhmes. Në një kohë transformimesh të thellë teknologjike dhe institucionale, sfidat që kemi përpara kërkojnë jo vetëm profesionalizëm, por edhe bashkëpunim të ngushtë interinstitucional. Në këtë kuadër më lejoni të vlerësoj në mënyrë të veçantë marrëdhëniet e shkëlqyer dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Ky bashkëpunim është konkret dhe i prekshëm përmes shkëmbimit të eksperiencave profesionale, përmes pjesëmarrjes në aktivitete shkencore, konferenca, tryeza të rrëmullakta, përmes ndihmës reciproke në fushën e identifikimit, përshkrimit dhe vënies në dispozicion të fondit arkivor, si në drejtim të digitalizimit dhe modernizimit të shërbimeve arkivore, për një nga sfidat më të mëdha të kohës. Ky bashkëpunim nuk është vetëm institucional, ai është një bashkëpunim që mbështetet me një trashëgimi të përbashkët historike, kulturore dhe kombëtare. Dokumentet që ruhen në arkivat tona janë pjesë e një historie të përbashkët që tejkalon kufit administrativ dhe na bashkon në një kujtesë kolektive të përbashkët. Prandaj përgjegjësia jonë është dyfishtë. Jo vetëm të ruajmë këtë trashëgimi, por ta bëjmë atë sa më të aksesueshme për studiuesit, për qytetarët dhe brezët e ardhshëm. Një kohë kur sfidat e digitalizimit, ruajtjes së afatgjatë dhe sigurisë së informacionit janë gjithnjë më komplekse, bashkëpunimi ynë duhet të thellohet më tej. Ne duhet të synojmë projekte të përbashkëta të digitalizimit, standardizim të praktikave arkivore, shkëmbim të vazhdueshëm profesional dhe ndërtimin e platformave të përbashkëta që e bëjnë trashëgimin tonë dokumentare më të aksesueshme në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave mbetet plotësisht e angazhuar për të forcuar këtë bashkëpunim dhe për të ndërtuar iniciativa të reja të përbashkëta me Arkivin e Kosovës. Në përfundim, dëshiroj të përgëzoj drejtuesit dhe stafin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar ndër vite. 75 vite janë një arritje e madhe, por edhe një përgjegjësi për të ardhmen. Jam i bindur se Arkivi i Kosovës do të vazhdojë të jetë një institucion model në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Trashëgimia dokumentare pas kufive, domethënë është një temë frymëzuese. Bashkëpunimi ndërkombëtar i arhiveve buron nga nevoja për avancimin e veprimtarisë arkivore, shkëmbimin e përvojave pozitive dhe afirmimin e vlerave të përbashkëta në fushën e trashëgimisë kulturore historike. Nuk mundem të ri indiferent dhe mos e përmendi sa herë që jam në Kosovë luftën e Kosovës. Domethënë është një plagë e kamokshme e popullit shqiptar e Kosovës dhe e neve si shqiptar të Maqedonisë dhe duhet ta cek ndihmën që i ka dhënë Maqedonia, domethënë Kosovës, dhe vuajtjet që populli i Kosovës i ka vuajtur, dhe në këtë do të kisha dashur të kemi një ekspozitë të përbashkët të dokumentacioneve që i kemi ne si në Maqedoni dhe ju, dhe në këtë të bëjmë një, domethënë një bashkëpunim në lidhje me këtë temë. Në këtë drejtim padyshim rol udhëheqjes ka dhe Këshilli Ndërkombëtar i Arhiveve, si organizatë botërore arhiveve, në të cilën është antar edhe Arhivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Duhet të theksojmë se dokumentet kanë vlerë historike, kulturore dhe juridike që i tejkalojnë kufijtë shtetërore. Kjo vjen si rezultat i ndërlidhjes së historisë së popujve dhe shteteve, ndërsa bashkëpunimi ndërkombëtar i arhiveve synon të sigurojë qasje efikase në informata dhe në bazë të dhënave. Arkivistët si bartës të veprimtarisë së arkivave kanë të drejtë të shkëmbejnë njohuri për metoda profesionale dhe standarde, ndërsa ne si drejtues të arkiveve kemi detyrim që t'ua mundësojmë këtë të drejtë. Lidhjet tona janë të rëndësishme edhe në drejtim të unifikimit të standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen dhe digitalizimin e materialit arkivor, gjë që e lehtëson përdorimin e tij në nivel global. Të mos harrojmë edhe marrëdhëniet ndërmjet arkiveve dhe studiuesve që hulumtojnë historinë evropiane dhe botërore. Për ta, bashkëpunimi i thelluar ndërkombëtar i arhiveve është gjithashtu në dobi të madhe,
pasi shumë ngjarje janë të dokumentuara në arhive të shteteve të ndryshme. Marrëveshjet që i lidhim duhet të zbatohen përmes iniciativave dhe projekteve konkrete dhe të realizueshme. Akti i nënshkrimit nuk duhet të mbetet vetëm një veprim i vetëm simbolik. Punonjësit tanë, të cilët janë profesionistë në përvojën shumë vjeçare, mund të kontribuojnë me aftësitë e tyre në forcimin thelbësor të bashkëpunimit në të gjitha fushat që i përmendëm më sipër. Arhivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilën sot kam nderin të përfaqësoj këtu, është i hapur për çdo formë bashkëpunimi që është në interes të përbashkët. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Ideja për ekspozit është shumë e mirë. Besoj që këta mujnë me zgjeru edhe ma shumë, me shku edhe tek ndonjë botim, ndonjë libre të mirë që ka të bëjë me çështjen e caktuar. Ngel edhe në arhivin tonë. E vërtet. Faleminderit shumë edhe një herë. İstanbul'da ağırladık. Dolayısıyla aslında arşivimizi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii biz Osmanlı'dan kalan arşivik milli arşiv olarak değerlendirmiyoruz. Bir bölgesel Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar coğrafyasının genel arşivi olarak değerlendiriyoruz. Tabii bu bize şöyle bir fırsat sağlıyor. Çevre ülkelerin birçoğuyla işbirliği yapabiliyoruz. Zamanla bu işbirliği oldukça genişledi ve Balkan coğrafyasındaki birçok ülkeyle şu anda işbirliği anlaşmamız var. Poslanici kulture sa Kosova, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo da smo danas ovdje i zahvaljujemo na pozivu Državnom arhivu Kosova. Državni arhiv Crne Gore osnovan je također 51. godine, ali naš datum je osnivanja 31. decembar, tako da mi smo u pripremama za proslavu naše godišnjice početkom naredne godine. Želim prije svega da vam čestitam ovaj veliki značajan jubilej 75 godina osnivanja i da poželim mnogo uspjeha i mnogo uspješnih decenija u budućnosti. Please allow me to express our sincere thanks for the invitation. It is a privilege to join you on the occasion of the 75th anniversary of the Archives of Kosovo. Hungary and the peoples of the Balkan region are linked by a long and often difficult shared history. This historical connection was shaped over centuries on the borderlands between the Ottoman Empire and the Habsburg monarchy. Political change, military conflict, migration, and cultural exchange left lasting marks on the whole region. There are also concrete historical moments that connect our histories. One such event is the Battle of Kosovo in 1389, which became a lasting point of reference in the historical memory of Southeast Europe. Another is the Battle of Mohács in 1526, the 500th anniversary of which Hungary commemorates this year. That defeat transformed not only Hungarian history, but also the wider history of Central and Southeast Europe. This session, and that institutional cooperation among our days with you. Thank you very much. And in the moment that you mentioned the battle, we can research documents because the Hungarian archives have map of our cooperation. Thank you very much. The next speaker will be Toret Julutum Sprechni. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve. Because in Kosovo, I believe in Montenegro and in this region,